Kush e vrajti Haxhizekën? Kush e shpionoi Mullaj Drejt Xhilanin? Lexo librin e Pirrakut, kallëzën qysh ka ardhur të zbulimit tina. E që kur e kam lexu, kam kajt, jam kënaq të kajt. Kush e shpionoi Zerpezit? Kush? Shqiptar. Jam i bindur, besoj që ti je i bindur. Dhe shumica dërmuese këtyne dëgjuesve, s'po them absolute sepse janë të rinj, janë njerëz pa përvojë, por shumica tyne janë të bindur bashkë me ne se shqiptarët kanë qenë shpion të serbëve, apo serbët kanë pasur shpionat vetë brenda popullatës shqiptare, qysh në kohën e Osmanlive, që kur e kanë marrë autonominë, kanë marrë pak frymë shlirë, kanë pasur shpiona shqiptar në kohën e Serbisë së vjetër 1913 të këndej. Kanë pasur shpiona shqiptar në kohën e Austro-Hungarisë 1915-18. Kanë pasur shpiona shqiptar sa të dush në mbretërinë e vjetër serbo-kroate slovene deri në fillimin e luftës së dytë botërore dhe shpartallimin e asaj mbretërie. Ka pasur shpiona shqiptar në kohën e Rankovicit sa të dush. Ka pasur shpiona shqiptar në kohën e Titos sa të dush dhe me kënaqësinë më të madhe. Sa që kam një përshtypje, Zotin falë, se kur ne që adhurojmë Zotin me kënaqësi adhurojmë Allahun, e gëzohem kur adhurojmë Zotin, gëzohem kur e falim Bajramin, e falim Xhuman, e gëzohem kur e bënë putharit, qashtu këta e ngëzu, një pjesë e popullit që ta shpiona, qashtu e ngëzu kur kanë arrit me aqo komunistave, në Beograd atje të tjerëve, informata për popullin e vet, për vllaznin e vet, sa që ka ditë, unë nuk e di për këtu ç'a bëren duke gjën atje, apo ç'a bën në Shkop atje. Po di ç'a bën i jamë çatë vllavë, migja këshërinë çatë. Për vllaznin vet, vllaznit fes, gjakut, vllaznit të një babet, një barku. Pra jo të shpiona, por të devotshëm. Ka pas shpiona në kohën e Miloshit, dhe një pjesë e tyre kanë arritur të mbahen në sheft, një pjesë e tyre dhe qitin Zotin shesh. Ka pas shpiona gjatë luftës së shlirimtare, ka pas shpiona edhe pas luftës. Ka edhe sot. Mendoj, përsëris, që të pikë nuk ka kush që më në lunë. E që nëmë kupton se ky popull shpionazhin e ka në qef, din me kanë shpiona. Gjithmonë një numër, stakfirullah, me thonë, këtë popull, Zotin na rujt, gjithmonë një numër. Po në 10.000 vetë një me gjetë është sa dush, po 1 milion një shpion me ta bo ball është. 1 milion një shpion është ball. Kush e vrajti Haxhizekën? Kush e shpionoi Mullaj Drejt Xhilanin? 50 najti mbyllur në sheft, shqiptar të shpionuan. Lexo librin e Pirrakut, kallëzën qysh ka ardhur të zbulimit tina. E që kur e kam lexu, në atë kohë Pirraku, veç ka qenë i vdekur, jam lut me letu Zoti, jetën varrez atje, edhe kam kajt, jam kënaq të kajt. A dhe që jam kënaq? Shtem të shfry, të kajt, për atë burr të madh, e jam kajt për shpionazh që kanë bërë shqiptarët, e kam kajt për atë grua, zojën e shtëpisë, e cila, kur e kanë lidhë drizin me durr për mas, dhe kanë qitë në kali, gjanart, latja kanë nisë me rrjem. E aja nan, ka dhënë shil, kanë jo bira, o bira, mos kaj, ti e burr. Dhe kanë fjalë të funit që ka thënë, jo nana vet, pa nana jonja, e nan heroike, nan. Se nana tona që kanë ditë me kane, që aty ka nana, që aty ka ngra. Kush e shpionoi Zerpezit? Kush? Shqiptarët. Dhe vjetra raste, qindra raste tjera ki. Shqiptarët kanë ditë me qenë dhe din të jenë shpion edhe të agjensive të huaja, jo vetëm të bijes. Kam një bindje, Zoti din më së miri, çdo shtet i botës, i cili insiston me gjetë ndonjë shpion në Kosovë, ja arrin. Pe i fundit perëndimit dhe fund lindjes atje. Tash ai vjen as ju vjen atyne, a kanë interes as kanë, a duan a nuk duan, çështja tyne. Por për që nuk gjojnë, gjojnë të shqip.